aq sa kanë ato mundësi, rikthehen, pra është një konstante që përsëritet në vazhdimsi. Kjo e ka thyer këto barriera, del gjatë ditës, është tepër insistuese për ta pickuar njeriu, shtohet në mënyrë masive dhe ka një përhapje globale shumë të shpejtë se speciet e tjera. Po ndërkohë nga ana tjetër, ti më përmendë dritën që mushkonjat largohen nga drita, po nëse ti ke një dritë ndezur, gjithmonë thonë, fike dritën sepse praktikisht ato afrohen. Afrohen te një ndriçues, por ama largohen nga dielli. Mushkonjat nuk orientohen me dritë. Mushkonjat orientohen me nxehtësinë e lëkurës së njeriu dhe gazrat që prodhon lëkura e njeriu. Një gjë tjetër që mund të themi... Dhe kjo do të thuash që me nxehtësinë që lëshon llampa thjesht e afrohet... Mundet të ketë një farë ndikimi, por ato janë shumë strikte të lloji nxehtësisë që lëshon lëkura e njeriu. E kuptoj. Pra 36.6 gradë është temperatura që ato kërkojnë, që është temperatura jonë. Sa kohë duhet për ta konsumuar gjakun që pina ajo mushkonja tek trupi i njeriu? Mund të dojë disa orë, por... Që e konsumon dhe pastaj vazhdon përsëri, pickon përsëri? Pra, është ai cikli. E kuptoj. Varet si janë kushtet, nëse ajo do gjej pellgu me ujë, do lëshoj vezët e tjerë. Nëse se gjen? Nëse se gjen. Nuk e dim çfarë mund të ndodhë. Vazhdon me ciklin tjetër të mbetur të jetës. Por një gjë tjetër që do ndodhi, edhe që ne duhet të jemi vigjilent, janë dhe ndryshimet klimatike, pra i nxehti i globit i ka favorizuar shumë të gjitha speciet, veçanërisht këtë mushkonjën tigër që po themi. Dua të pyes në fakt sepse vjet ka patur shumë probleme dhe me karkalecat. Po. Mendon që do ta kemi si vjet këtë problem? Me këtë skenar moti që po parashikojmë deri tani, po do ketë përsëri problem, më të fuqishme se më parë. Më të fuqishme me karkalecat? Po, pra, nëse kushtet e vendit tonë, stina e nxehtë kur dhe karkaleci bën atë emigrimin masiv në një shtet në një shtet tjetër, është zgjeruar shumë. Përkatje gjatë periudhës së larvës? Do ndalem dhe këtu si për karkalecin, si për mushkonjën, si për speciet e tjera. Ne na thrasim vazhdimisht, duam spërkatje, ilaçe pafund, përdorim. Ne jemi reduktuar që themi në maksimumin e 3 javëve është maksimumi i efektit të ilaçit. Pra ilaçi më i mirë i përdorur në teknikën më të mirë. Kjo do të thotë që vetëm spërkatja është e pamjaftueshme. Pra nuk mund ta kemi gjithë atë si thua pritshmëritë tona tek sprutësimi i solucioneve kimike. Duhet tashmë të bëhemi të zgjuar smart, që do thotë do fusim edhe teknika të tjera, duke filluar që nga disa shpike që rezultojnë pozitive, për shembull futja, se do ndalim më shumë të mushkonjat, po mund të jetë edhe për speciet e tjera e njëjta situatë. Se vera sjell probleme të ndryshme, sjell karkalecin, sjell mushkonjën. Si për mushkonjën, si për karkalecin, në fakt në të dy rastet është përfshirja e individëve steril. Pra, krijon në laborator individ steril që nuk çiftohen dot. Këta futen në tufat e mushkonjave për të thyer atë ciklin që diskutuam pak më parë. Dhe duke thyer ciklin, atëherë lufta e kombinuar dhe me kimikate është shumë afatgjatë dhe shumë efektive. E kuptoj. Ose një metodë tjetër, për shembull, që është me speciet që ushqihen me mushkonja. Pra, që janë predatorë ose grabitqarët e këtyre mushkonjave. Pra,